Që përshëndes gjithëve, di ishte festa Big Brother dhe besoj e dini të gjithë. Domethënë, të gjithë ne që kemi qenë në Big Brother dhe Top Channel-i, domethënë komplet stafi Top Channel-it, kush punon gjitha, dhe më ka bërë përshtypje diçka që është shumë qesharake. Ishte parti privat, domethënë festë private, e të shikoje disa VIP-a ose vipse, domethënë pjesë e showbizit që ne aty kemi qenë kolegë me njëri tjetrin gjithë, vinin me bodyguard brenda, e kupton? Me u tregu, domethënë pushtet ose kështu dhe realisht është shumë qesharake që po t'i kthej me kokë poshtë, më besoni që nuk ishin 100.000 lekë të vjetra në xhep. Dhe për tredu, nuk e din adorueshin, e kupton, sepse është turp i madh mes kolegëve, mes njerëzve që aty janë të gjithë të rëndësishëm në gjën që bëjnë vetë, të marrësh bodyguard. Është turp i madh. Një bodyguard ta marrësh në ditë është 30.000 lekë të vjetra. Nuk tregon status, por është turp mbi të gjitha. E kupton? Ishte shumë qesharake dhe besoj të gjithë kanë qesh.